25 vite më parë u krijua Partia Republikane. Sot pas shekulli Fatmir Mediu, duke bërë një bilans të këtij rrugtimi, ka adresuar dy mesazhe. I pari drejtohet politikës shqiptare. Se ne duhet kemi një kuvend përfaqësues të shoqërisë shqiptare, ku të përfaqësohet vota e qytetarëve shqiptar, jo deputet të emëruar, por deputet të zgjedhur. Deputet që në radhë parë kur shkojnë në Kuvendin e Shqipërisë nuk mendojnë kush është kryetari i tyre i partisë apo kush është partia e tyre, por kush është qytetari që i ka votuar ata. Prandaj është shumë e rëndësishme të bëjmë një reformë zgjedhore që konkurimin ta ketë si element bazë. Ndërsa mesazhi i dytë është për aleatin e përhershëm Partinë Demokratike. As vetëm Partia Demokratike, as edhe me Partinë Republikane, nuk mund të përfaqësojmë gjithë djathtë. E djathta shumë më tepër se kaq. Ka ardhur koha për të ndërtuar një konfederatë të së djathtës, e cila padyshim do të ketë leadershipin e vet, por do të ketë zërin e gjithë secilit. Mes dhjetra të ftuarve, Partia Republikane nderoi themeluesit e saj duke theksuar se pa punën e tyre asgjë nuk do ishte e mundur. E pranishme ishte dhe Anila Godo, vajza e themeluesit të kësaj partie Sabri Godos, e cila mori dhe medaljen e mirënjohjes të dorëzuar nga kryetari Fatmir Mediu.